Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditën e kësaj të hënën në fshatin Balldre, ku shtetasi Preng Mandreu, 73 vjeç, ka humbur jetën pasi dyshohet se ka rrëshqitur aksidentalisht pranë një pusi dhe ka rënë brenda tij. Sipas informacioneve paraprake nga policia, i moshuari ndodhej në afërsi të pusit, kur për shkaqe ende të paqarta ka rrëshqitur dhe ka rënë brenda. Ngjarja ka ndodhur në kushte pune të përditshme, në një zonë ku burimet ujore përdoren nga banorët për nevoja bujqësore apo shtëpiake. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë së Lezhës dhe ato të zjarfikses, të cilat kanë ndërhyrë për të nxjerrë trupin e pajetë të 73 vjeçarit nga pusi. Ndërkohë, grupi hetimor ka nisur menjëherë punën për të zbardhur me detaje rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike. Po mblidhen dëshmi nga familjarët dhe banorët të zonës, ndërsa pritet ekspertiza mjekoligjore për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë që rrëshqitja të jetë shkaktuar nga terreni i lagësht apo humbja e ekuilibrit për shkak të moshës së viktimës.